Behar do kesh mundësinë masandaj edhe do kesh mundësinë të më dëgjosh si live në këtë takim, por edhe në rrugët e Shqipërisë. Mjafton ky libër që është jeta ime, i plotë. Dhe masandaj marrim dhe shofarin e Burinë me vete. Dhe bie Joeli 2 masandaj Isaia 6. Bie shofari në zemrat tona. Dhe masandaj do flasim disa gjëra hapurazi. Dhe nuk shpëton njeriu, nuk shpëton partitë demonike. Dhe masandaj në përfaqe të ashoqojtra të krishtera shikojnë dalin deputete për të nxjerrë filozofitë e tyre, manipulimet demonike, që njeriu është plur përpara Atit. Dhe masandaj dhe vllazëritë në Tiranë pranojnë ato tubime, ato dalje live në për Facebook-e. Masandaj ndryshojmë zyrën nga të ashoqojtur të predispozuar si një i ri për të mësuar urdhrimet e Atit, të lajmin e mirë të mbretërisë me Mesian Jashuan. Jo, masandaj kalojmë në për atë anën e blu, në anën e deputetëve masandaj. Dhe shikon protesta që po bëjnë? Përse neve nuk protestojmë në zemrat tona për para qiellit, për shpërtimin ton dhe ti grisim këto rrobat njerë në zemrat tona brenda. Ti grisim zemrën, si thotë Zoti shkrimi, për para qiellit që kemi mëkatuar, kemi shkelur ligjin e Tij. Dhe atë më shpëto, si thotë Sefenia 2. E ta shikojmë sepse erdhi Sefenia 2. Po ne grisim çdo mirësi të Atit në urdhrimet e atij ligjit dhe nuk grisim zemrat tona, nuk e grisim atë zemrën e ngurtë, atë zemrën mishore që duhet të kishte hequr, por pendimi nuk ka ndodhur. Pendimi nga shkeljet e ligjit nuk ka ndodhur në popullin tonë dhe jemi fuqizuar me çdo lloj paudhësi masandaj që na kanë dhënë në mënyrë indirekte. Kërkoni Jahuen ju të gjithë për ulrit e dhehut. Shikon gjë këtu vlla motër, dita e Jahuen, e Sefenia 1, është bashkangjitur me Joelin 2. Dita e Jahuen, nuk ka ardhur. Të për ulrit e dhehut po i adresohet të gjithë njerëzve. Psalmi 2 flet të njëjtin gjë. Të për ulrit e dhehut, këto zemrat e për ullura, çfarë zbatojnë? Ligjin e Tij. Që masandaj duke kërkuar drejtsinë e atij ligjit për ta praktikuar në pulsinë e zemrave tona, ndoshta mund të jesh ti dhe unë i mbrojtur në ditën e zemërimit të Jahwe. I ke parë këto shkrime në ekranin tënd?